Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e mërkurë dhe jemi në javën e 19 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e 3 e psalterit. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Natë errësirë dhe re, me pështjellim të turbull të botës, hyn drita e shkëlqen rruzulli, vjen Krishti ndaj largohuni. Tokës i qahet mjegulla, rrahur nga shigjeta e diellit, tash ngjyra u kthehet sendeve, nga faqja e yllit shkëlqim plot. Fill kështu errësira jon e zemra e vedishme e gënjeshtrës, mbuluar nga re të qara, zbehet nga hyu sundues. Vetëm ty o Krisht ne të njohëm, me mendje të thjeshtë të pastër, ty të lusim të gjynësuar, mësoj me lot e këngë. Merru me shqisat tona dhe na shiko tër jetën, shumë gjëra janë të përlyera për t'u pastruar me dritën tënde. Ty o Krisht mbretër i drejti, me atin të qoft lavdia, me shpirtin ngushëllimtar, ndër shekujt e përjetshëm. Amen. Antifona e parë. Gëzoje shpirtin e shërbëtorit tënd o Zot, te ti e lartësoj shpirtin tim. Psalmi 86, urata në vështirësi. Ma vër veshin o Zot e më dëgja, sepse jam i mjerë e skamnor. Ma ruaj shpirtin se jam i devotshëm i yt, hyje im, shpëtoje shërbëtorin tënd që shpreson në ty. Ki mëshirë për mua o Zot, se gjithë ditën të thëras në ndihmë. Gëzoje shpirtin e shërbëtorit tënd, sepse te ti o Zot e lartësoj shpirtin tim. Sepse ti o Zot je i ëmbël e i butë, plot mëshirë për ata që të thërasin në ndihmë. Dëgjoje o Zot uratën time, vështroje zërin e lutjes sime. Në ditë të vështirë klithat e ti, pse e di se ti më dëgjon. Nuk ka hyni që të përngjet ty o Zot, asgjë s'mund të matet me veprat e tua. Të gjithë paganët prej teje të krijuar, do të vinë e do të adhurojnë o Zot, dhe do të madhërojnë emrin tënd. Sepse ti je i madhërueshëm e bën mrekulli, ti je i vetmi hy. Ma mëso o Zot udhën tënde, që të eci sipas drejtësisë sate. Mësoj e zemrën time ta nderoj emrin tënd. Do të falenderoj o Zot hyje im me gjithë zemrën time. Për amshim do ta madhëroj emrin tënd, sepse e madhe është mëshira jote mbi mua, ti e nxore shpirtin tim nga thellësia e nën tokës. O hy, krenare të quan pesh kundër meje, një grumbull të marrësh ma helmuan jetën, e për ty nuk kanë kujdes. Por ti o Zot hyj i mëshirshëm e i dhimshëm, i ngadalshëm në zemrem, plot dashuri e duresë. Shiko mbi mua e ki mëshirë për mua, jepi fuqi shërbëtorit tënd dhe shpëtoje birin e shërbëtores sate. Bëj për mua një shenjë mirësie, që të shohin urryesit e mi e të turprohen, se ti o Zot më ndihmon e më ngushëllon. Lavdioatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Gëzoje shpirtin e shërbëtorit tënd o Zot, te ti e lartësoj shpirtin tim. Antifona e dytë. Lumaj që ecë në drejtësi dhe flet me qiltërsi. Kënga marrë nga libri Isaias profet, kapitulli 33. Hyi do të gjykoj me drejtësi. Ju që larg jeni, dëgjoni çka bëra. njeheni ju të afërm fuqinë që unë kam. U tmerruan në Sion mëkatarët. Tmeri pushtoi të paudhët. Kush prej jush mund të banoj me zjarr përpirës? Kush prej jush do të banoj me flak të përhershme? Ai që ecën me drejtësi, Ai që flet çka është e drejtë, që s'kërkon fitim në cubni, që shkunduart të mos marrë rishfet, që mbyll veshët të mos dëgjoj vrasje, që mbyll sy të mos shikoj të keqen,
I tili do të banoj në lartësi, strehimi I tij në qytesë të pathyeshme. Buka mjaft, ujët si mungon. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Lumaj që ecën në drejtësi dhe flet me qiltërsi. Antifona e tretë. Brohorit në Zotit hyje ton, Psalmi 98, nga dhënimi I Zotit në ardhjen e tij të dytë. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme. Nga dhënjeu me fuqi të së djathtës së vet, me fuqi të krahut të vet të shenjtë, Zoti e dëftoi shpëtimin e vet, përpara paganëve e zbuloi drejtsinë e vet. I ran ndërmend dashuria dhe besnikëria e vet kundrejt shtëpisë së Izraelit. Të gjitha skajet e botës e pan shëlbimin e hyjit ton. Mbar toka leti brohura Zotit, le të gëzoj, të duar trokase të këndoj. Këndoni Zotit me harp, me tinguj veglash muzikore, me trumbet e me zë të bipsës së bririt, brohoritni para fytyrës së Zotit mbret. Le të buqas deti me çikanë të, rruzulli me banuesit e tij. Lumejt le të duar trokasin, e malet le të gërthasin me hare, para Zotit që po vjen për të gjykuar dheun. Ai do ta gjykoj botën me drejtësi, e popujt me maturi. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Brohoritni Zotit hyjit ton. Leximi I shkurtër marrë nga libri I Jobit profet kapitulli I parë. Lakuriç dola nga kraharori I nënës, e lakuriç do të kthehem atje. Zoti I ka dhënë e Zoti I ka marrë, si ka dashur Zoti, ashtu u bë. Qoftë bekuar emri I Zotit. Nëse nga dora e hyjit I pranojmë të mirat, pse s'do t'i pranojmë të këqijat? Drejt fjalës sate o Zot, udhhiqe zemrën time. Drejt fjalës sate o Zot, udhhiqe zemrën time. Bëj që të jetoj në udhën tënde. Udhhiqe zemrën time. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Drejt fjalës sate o Zot, udhhiqe zemrën time. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Na e trego o hy mirësinë tënde dhe le të bjerë në mend beslidhja jote e shejt. Kënga I Zakarisi pas Lukës ungjilltar kapitulli I parë, Mesia dhe paralajmëruesi I tij. Qoftë bekuar Zoti hyj Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton. Në shtëpinë e Davidit shërbëtorit të vet. Sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profet I të tejet lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saj të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Na e trego o hy mirësinë tënde, dhe le të bjerë në mend beslidhja jote e shejt. Lutjet e besimtarve. Lutjen tonë t'ia drejtojmë Krishtit, që kujdeset për kishën për cilën e flijoj veten. Ruaje o Zot kishën tënde. Bekuar qofsh bari I kishës sate për jetën dhe dritën që na jep në këtë ditë. Bëj që t'i pranojmë dhuratat e tua me mirënjohje dhe gëzim.
Ruaje o Zot kishën tënde. Shikoje me mëshirë popullin e bashkuar në emrin tënd. Mos lejo që të birët ndokush prej atyre që Ati ti ka dorëzuar. Ruaje o Zot kishën tënde. Udhhiqe kishën tënde rrugës së urdhërimeve të tua. Shpirti shenjtë e përforcoft atë në vullnetin tënd. Ruaje o Zot kishën tënde. Ushqeje popullin tënd në tryezën e fjalës dhe të bukës së jetës së amshuar. Me forcën e këtij ushqimi, le të arrijmë malin e lavdisë sate. Ruaje o Zot kishën tënde. Ati ynë që je në qiell, u shetroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o Hyj i gjithëpushtetshëm, bëj që gjithmonë të jepemi pas së vërtetës, kështu që me fjalë e me vepra të kryejmë çka të pëlqen ty, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.